Teksa Kosova pret për mbylljen e plotë të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka vënë theksin te nevoja për bashkëpunim politik në funksion të ngritjes së institucioneve të reja. Duke folur për zgjedhjet e presidentit, Kurti ka kujtuar se procesi kërkon konsensus më të gjerë politik për shkak të detyrimeve kushtetuese që lidhen me votimin në kuvend. Sa i përket zgjedhjes së presidentit, kjo duhet të bëhet në bashkëpunim me opozitën për shkak të kërkesave që burojnë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi të gatshëm, të vullnetshëm dhe të interesuar për komunikimin e bashkëpunimit, u shpreh ai. Kurti nënvizoi se fokusi aktual mbetet për mbyllja e procesit zgjedhor, duke theksuar se vetëm pas certifikimit të rezultateve mund të nisin zyrtarisht diskutimet për hapa të ardhshëm politik. Jemi ende duke pritur numërimin e votave. Pasi të përfundojë ky proces, do të mund të bisedojmë për formimin e institucioneve të reja, deklaroi Kurti. Ai ritheksoi se vetëvendosja dhe partnerët e saj të koalicionit parazgjedhor kanë dalë fituese zgjedhjeve dhe pasi do të jenë forcat që do të udhëheq procesin e krijimit të institucioneve të legjislaturës së re. Lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tanë dhe do të jemi bartës të themelit të institucionit të legjislaturës së 11. Në përfundim, kreu i ekzekutivit në detyrë u shfaq optimist për ecurinë e proceseve politike në vend, duke shprehur bindjen se si konstituimi i kuvendit, ashtu edhe formimi i qeverisë së re do të realizohen pa pengesa. Jam optimist që gjërat do të shkojnë parë, si për konstituimin e kuvendit ashtu dhe për formimin e qeverisë, deklaroi Kurti.